E di që ndonjëherë harrojmë të jemi mirënjohës ndaj vetes, ndaj rrugtimit tonë dhe njeriut që jemi bërë. E harrojmë ndonjëherë se sa me fat jemi që kemi pranë njerëz që na duan dhe na pranojnë ashtu siç jemi. Rrim duke menduar për të shkuarën kur nuk mund të bëjmë dot më asgjë. Veç se të mësojmë prej saj dhe të bëhemi versioni më i mirë i vetes. Mjaft u shqetësuam se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Shumë prej nesh e kalojnë ditën duke menduar çfarë do ndodhi nesër, po sikur kështu, po sikur ashtu, dhe pastaj këto gjërat për të cilat jemi shqetësuar aq shumë nuk ndodhen kurrë. Pra sa na harxojnë thjesht energji dhe kohë kot. Boll mendove se çfarë na pret nesër. Jeta është shumë e bukur sot. Dhe e fundit, mjaft e kërkove aq shumë lumturinë tek të tjerët. Nëse ka një mësim shumë të vlefshëm që e kam mësuar, është se lumturia është një ndjesi që buron 100% nga vetja. Edhe një gjë të fundit dua të them, unë jam shumë krenar për ty që zgjodhe të jesh vetvetja. Gjën më të bukur dhe më të shtrenjtë që kemi është paqja me vetveten.